muret rrethuese pa leje do duhet t'i nënshtrohen korrigjimit, pra do duhet të adaptohen sipas modeleve tip që do t'i vënë në dispozicion bashkitë për të mos krijuar as burokraci dhe patjetër që kudo ku janë ndërtuar në godinat për qëllim fitimi, se ka mure rrethuese shtëpish, të cilat për të cilat natyrisht procedura do të jetë mirëkuptuese edhe do t'i jepet kohë që ti adaptojnë si duhet, kurse çdo mur rrethues i bërë në për rezorte, në për pallate, në për godina për qëllim fitimi, do prishet. I bërë pa leje, kuptohet. Do prishet, do shëmbet. Dhe për çdo mur duhet marrë leje.